Kanë filluar në tokën e Shqiponjave, kanë zgjerë një grafik, quaja ta hedhen në parlament, se këtu duan të bëjnë, të martohen me lloj, mashkulli me mashkull, femra me femër, të dashur shqiptarë. Toka e Skënderbeut, e Shqiponjave, ka qenë e do tjetë me mashkull e me femër. Do tjetë në tokën tonë nuk do të ketë ato që mendojnë, pas ka bërë një plan që gjoja të aprovojnë që të kenë çdo lloj martese. Ashtu, si që bëri kryetari i bashkisë që martuan 2 persona, 2 meshkuj. Kur nuk do të ndodhi në tokën e Shqiponjave. Një jetë femra dhe mashkull. Të gëzojnë familjen, që të shtohet Shqipëria, që të martohen të rinjt vajza me djem, që të kenë shtëpitë e tyre ashtu më mirë se në Francë, si në Amerikë. Pra mos u tremi se një trembur. Ashtu pash televizorin, kudo në Evropë, po flasën që në Shqipëri do provohet një ligj. Jo. As ka për të qenë, edhe me shekujt e ardhshëm do t'jetë vajza me djalin, femër mashkull.